Sikundërisht e paralajmëruar nga shërbimet meteorologjike, qarku i Shkodrës rezulton zona më e prekur nga rreshtet intensive të shiut përgjatë 24 orëve të fundit. Situata paraqitet më problematike në zonën e Obotit, ku prania e ujit në aksin lidhës të fshatit me rrugën kryesore arrin deri në 50 cm. Uji ka përfshirë kryesisht sipërfaqe të konsiderueshme tokë bujqësore, ndërsa nuk raportohen rreziqe për banesat. Në terren ndodhen 2 mjete të kalueshmërisë së lartë dhe 10 efektiv të forcave të armatosura të angazhuar për t'u ardhur në ndihmë banorëve dhe për të përballuar çdo emergjencë të mundshme. Ndërkohë, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka nisur shkarkimet e kontrolluara nga hidrocentralet e Fierzës, Komanin dhe Vautdejës pas rritjes së ndjeshme të prurjeve në kaskadën e lumit Drin. Autoritetet thonë se vendimi është marrë pas monitorimit të vazhdueshëm të situatës dhe vlerësimit teknik për administrimin e prurjeve. Që prej orëve të pasdites së të hënës është konstatuar rritje e niveleve të lumeve Drin e Bun si edhe e liçenit të Shkodrës. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë monitorimin e situatës në bashkëpunim me institucionet vendore. Nga bashkitë Malësi e Madhe, Vautdejës, Puk dhe Fusharës nuk raportohen problematika. Rreshtet e dendura kanë shkaktuar probleme në Fushkruj, ku lumi i ishëm doli nga shtrati në fshatin Murqin. 10 hektar tokë bujqësore ndodhen në ujë, ndërsa një lagje është izoluar. Rruga në këtë zonë është e kalueshme vetëm për mjetet e larta. Për shkak të motit të përkeqësuar, Kapiteneria e Portit të Vlorës ka pezulluar lundrimin për mjetet e vogla jashtë xhirit deri në orët e mëngjesit të së mërkurës. Sipas njoftimit zyrtar, tragedet e linjave ndërkombëtare do vijojnë operimin normalisht.